15-21 dhjetor, javë e 3 e dhjetorit, transformimi I heshtur që ndëron jetën tënde. Në këtë video, eksplorojmë rëndësinë e veçantë shpirtërore të javës së 3 të dhjetorit, 15-21 dhjetor. Është një periudhë transformimi të heshtur, pastrimi të brendshëm dhe përgatitjeje për vitin e ri. Përshëndetje të dashur shikues. Mirë se vini në këtë video të veçantë kushtuar një periudhe që shpesh kalon pa u vënë re, por që mbart një fuqi të jashtëzakonshme shpirtërore dhe psikologjike. Java e 3 e dhjetorit, nga 15 deri në 21 dhjetor. Kjo nuk është një javë e zakonshme. Është një portal energjik, një moment kyç ku universi na fton të ngadalsojmë ritmin, të kthehemi brenda vetes dhe të bëjmë punën e brendshme që do të hapë dyert për një vit të ri plot mundësi në botën tonë të zhurmshme. Ku dhjetori shpesh mbushet me festë, blerje dhe obligime sociale, kjo javë na kujton se transformimi I vërtet nuk vjen me zhurmë të madhe. Ai vjen në heshtje, në momentet e qeta, kur ne ndalojmë së vrapuari dhe fillojmë të dëgjojmë. Sot do të zgjerojmë çdo aspekt të këtij mesazhi, transformimin e heshtur, pastrimin e jetës sonë, fuqinë e hapave të vegjël, daljen nga zona e rehatisë, dëgjimin e intuitës dhe përgatitjen për të ardhmen. Do të flasim me shembuj, reflektime dhe këshilla praktike që ju të mund të aplikoni këtë energji në jetën tuaj. Merrni një frymë të thellë, gjeni një vend të qetë, ndoshta me një filxhan çaj në dorë dhe le të fillojmë. Pika 1. Transformimi I heshtur. Le të fillojmë me thelbin, transformimi I heshtur. Shumë prej nesh presim që ndryshimi të vijë si një stuhi, një ngjarje dramatike, një vendim I madh, një krizë që na detyron të ndryshojmë. Por kjo javë na mëson të kundërtën. Ndryshimi I vërtet, ai që zgjat, vjen në heshtje. Imagjinoni hënën që ul dritën e saj gradualisht, derisa errësira bëhet mbizotëruese. Në atë errësirë, yjet dalin më qartë. E vërteta jonë e brendshme, ajo që kemi shtypur me zhurmën e përditshme, fillon të shkëlqejë. Kjo periudhë është si nata më e gjatë e vitit, afër solsticit dimëror. Errësira na detyron të kthehemi brenda. Është koha kur energjia kozmike na mbështet për reflektim të thellë. Shembull, mendoni për një farë që bie në tokë në vjesh. Ajo nuk lulëzon menjëherë. Ajo qëndron në heshtje nën tokë gjithë dimrin, duke thithur lagështi, duke u forcuar. Pastaj, në pranverë, shpërthen në jetë, kështu është edhe me ne. Në 15-21 dhjetor, transformimi ndodh në ato momente të zakonshme. Një shëtitje e vetme, një ditar që shkruani para gjumit, një frymë e thellë kur ndjeni stres. Pyetni veten, çfarë po ndodh brenda meje tani, pa e vënë re askush? Çfarë po transformohet në heshtje? Lejeni këtë javë të jetë koha juaj për të vëzhguar pa gjykuar. Ndryshimi po vjen heshtur, por I fuqishëm. Pika 2. Pastrimi I jetës si të rregullosh një dollap. Tani le të kalojmë te pastrimi I jetës sonë. Metafora perfekte është rregullimi I një dollapi. Ashtu si kur hapni dollapin dhe shihni rroba që nuk I keni veshur prej vitesh, kjo javë na fton të shohim jetën tonë me të njëjtën ndershmëri. Çfarë po funksionon? Çfarë ju jep energji, gëzim, rritje? Dhe çfarë jo? Zakonet që ju shterojnë, marrëdhëniet toksike, rutinat që ju mbajnë të ngecur, mendimet negative që ju rëndojnë, është koha të hiqni dorë nga ato që nuk ju shërbejnë më. Jo sepse janë të këqija, por sepse nuk ju përshtaten më. Shembull praktik, merrni një fletore dhe ndani në 2 kolona, çfarë më mbush me energji dhe çfarë më shteron. Shkruani gjithçka, njerëz, punë, zakone, madje edhe objekte në shtëpi, pastaj pyetni, çfarë mund të lëshoj? Një jo për një ftesë sociale që nuk ju entuziazmon? Largim nga një grup në rrjete sociale që ju bën të ndiheni keq? Hiqni dorë nga perfektizmi që ju lodh, ky pastrim krijon hapësirë. Si në dollap, kur hiqni të vjetrat, ka vend për të reja, dhe mos harroni, lëshimi nuk është humbje. Është liri. Është hapësirë për atë që vërtet ju bën të lumtur. Gjatë kësaj jave, bëni një veprim të vogël çdo ditë drejt pastrimin. Do të ndjeni lehtësi të menjëhershme.
Pika 3. Fuqia e hapave të vegjël. Nuk kërkohen ndryshime drastike. Kjo është një nga mesazhet më çliruese të kësaj periudhe. Fuqia e hapave të vegjël. Shumë prej nesh mendojmë se për të ndryshuar duhet të bëjmë revolucion brenda natës, të lëmë punën, të fillojmë dietë strikte, të transformohemi plotësisht. Por jo. Hapat e vegjël të qëndrueshëm krijojnë themelin për ndryshime të mëdha. Shembuj, pini një gotë ujë më shumë çdo mëngjes. Ecni 10 minuta në ditë. Vendosni një kufi të vogël, thoni jo një herë kur zakonisht thoni po, ose filloni ditën me 5 minuta meditim ose frymëmarrje të thellë. Këto duken të parëndësishme, por si pika të shiut që gërryjnë shkëmbin. Ato ndryshojnë gjithçka me kalimin e kohës. Në këtë javë energjike, çdo hap i vogël mbështetet nga universi. Është si të mbillni fara në tokë pjellore. Pyetni veten çdo ditë, çfarë hapi të vogël mund të bëj sot që më afron me versionin më të mirë të vetes? Dhe festroni çdo të tillë. Sepse qëndrueshmëria fiton, jo intensiteti i përkohshëm. Pika 4. Dalja nga zona e rehatisë. Ndonjëherë ne qëndrojmë në situata të pakëndshme vetëm sepse janë të njohura. Kjo quhet rehati e rreme. Kjo javë na shtyn të dalim prej saj. Zona e rehatisë është si një shtrat i ngrohtë në dimër e këndshme, por nëse qëndrojmë përgjithmonë, nuk rritemi kurrë. Shembull, një punë që nuk ju përmbush më, por keni frikë të ndryshoni. Një marrëdhënie që ju mban të ngecur. Dalja nuk do të thotë të hidheni në humner. Do të thotë të bëni hapin tjetër të vogël jashtë saj. Kjo periudhë energjike na jep guxim të brendshëm. Errësira e dimrit na mëson se rritja ndodh pikërisht kur dalim nga e njohura. Reflektoni, ku po qëndroj në rehati të rreme? Çfarë do të ndodhë nëse bëj një hap jashtë saj këtë javë? Pika 5. Dëgjimi i intuitës. Është koha të ndaloni së vepruari sipas pritshmërive të tjerëve dhe të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Intuita është si një busull e fshehur. Në zhurmën e jetës, ajo mbushet. Në heshtjen e kësaj jave, ajo flet qartë, praktik. Çdo mëngjes pyetni, çfarë ndjej vërtet për këtë vendim? Çfarë më thot zemra? Largohuni nga duhet dhe shkoni te dua. Kjo javë është ideale për vendime autentike. Dëgjoni dhe veproni sipas asaj që dini brenda vetes. Pika 6. Përgatitja për të ardhmen dhe përfundimi. Duke bërë këtë punë tani, pastrimin, hapat e vegjël, dëgjimin e intuitës, ju po krijoni hapësirë për mundësitë e vitit të ardhshëm. Është si të pastroni shtëpinë para mysafirëve të rëndësishëm. Energji e re do të hyjë, mesazhi përfundimtar, ngadalsoni ritmin. Vëzhgoni jetën me ndershmëri. Hiqni dorë nga ajo që ju rëndon. Bëni vend për atë që ju bën të lumtur. Faleminderit që ishit me mua. Nëse kjo video ju preku, lini një koment me reflektimin tuaj për këtë javë. Abonohuni për më shumë mesazhe shpirtërore. Bekime të mëdha për ju këtë dhjetor. Ju përshëndes.